Aurela Gaçe filmohet me dashnorin. Ata nuk përmbahen. Në të SMS. Aurela Gaçe është pa diskutim një nga këngëtaret më të njohura shqiptare, e cila po i reziston më së miri kohës. Por duket se jeta e saj edhe jashtë skene është e lidhur me muzikën. Këtë e vërteton më së miri një video të cilën ajo e ka publikuar së fundmi në rrjetet sociale. Në këtë video, ajo shfaqet për krah këngëtarit të njohur dashnor Dikos dhe sipas asaj që shkruan në mbishkrim ka qenë edhe nën shoqërinë e mikeshës së saj Elifara. Në këtë video, Aurela shfaqet duke kënduar një këngë, ku si pjesë të refrenit ka edhe tog fjalshin o të sëmës. Menjëherë pas saj, Aurela dhe dashnori nuk përmbahen më dhe ja plasin të qeshurës. Pikërisht këtë tog fjalësh Aurela e ka shkruar në krye të fotografisë, ndërkohë që në fund të saj i shkruan mbrëm një taki kok më kok, të shoqëruar edhe me 2 emoj me lot.